Allahu Gjelle Gjelalu pas qerave jam plëcën dhe dëshirë. Në bubajken muhabet bura në gjennet, shka u bo me stolën e ka pas ku ishi nga. Njën e ka pas stolën, mi ka pas lujt, mi ka pas sharu plema. Shka u bo me këta hu? Allahu Gjelle Gjelalu për ne, për respekt, për ngritje, për madhri, për dashurin nga i robi vetë të cilje ka me të gjennetit, do t'ja bojë fundën me e ba në gjahennem ku ato gjega gjaj këshjeti. Ka da me e kry? Shka u bo me ku? Shka ke? Pa qëtër duhet mu përgjith për i gjahennemi se Zote ka para pa që i këti me ja plëcu dëshirën ka. Kunna në hodhë me al-Kharidin. Në të punë të juve ju shka i bajshin në njoj ku shka i garë. Në me rasti mi dash me njëmër për Ramazani e zeqate, namazë, haqe, hoqe, pegamere, kurane, nësë të ishme me njëmër a për këtë punë. Po të të punë ju ma në të morë, në me vëllah, kur në u fërë ke fjallë a koncert në mosh ke goja me lëngë mënja. Gjëtë, nasihatit. Neve kur në u thëj ke muzikë fjallë, kur ishte muzikë, nësë të ishme që në zanë, lëshaj azonin. Po mirë, po gjëllar, nësë fërshina, po gjëllar, ka nuk fërshin për këtë ponse, muzikë kush ngërë, muzikanë, muzikë kush ngërë, edhe muzikë kush ngërë, për tim që këtë ti, kur do knaqën në gjennet ka muzikë, gjëmotit jashtë, në gjennet ka muzikë, në gjennet ka special, krijesa, gjalla, krijume, për me i bo muzikë ati ishka në gjennet knaqën, si doja i mu knaqë për muzikë. Muzikë gjenneti, ama, në muzikë du njohe, ku shi ka mush vesh, të dhe zebrë, gjithë ditë në lume me qiftë të lish, 750 kohë për një sezon. Ditën e kiametit për nga Marion ka thonë a.s. për e isjarësh gjehennemi ati fërësifti i cili ka velu mirë për e lëngit ati siftit ati ishka ka knu i qitët ngoj ati ishka ka knu i qitët vesh. Ati ishka ka knu që e nga do qirë me konë i qitët ngoj ati ishka ka ngu i qitët vesh. Pra vlavi jemi dashur kanë këta, motra ime e dashur kanë këta, motra pia ime e dashur kanë këta. Mos hapi, mos me ndo se jetë e boni punë dveçën, edhe ta keme e boni punë gjinezën, keme qene pare me ndërua. E pare me ndërua, keme qene ti që më grënë konga, për ja dive gjithë me sot që bëngoj, për ja u dhanë një qef, kaluës në këtë dunjo. Në esër ti vetë dojë mirë. Në esër ti vetë shtringohë mirë. Janë tasat gjehennemi, në cilët belajke në gjehennemi t'i kushin, prej langu të zi ndezën 3000 vjetë me dhamë, qesin veshin gojët tonë që ke knu dhe në veshin e ati që kanë dëgju. Për ke e të në popolit? Sot ti motra eme që e qishtë dush, sot ti bia eme që e qishtë dush, a këno frëngjisht, a këno anglisht, a rock muzik, a pop muzik, a jazz muzik, cëllën durba në nështë të mësatu në të dave interesant në hoxha ku politika emnat e këtive rogave, e këtive popave, për ma shtasë mësu në këtë të njomo. Me siguri se këta emne i këllë mësu prej të pritës, apo? Prej të pritës pëse shumë, mo, jemi njënqa, jemi njënë si tepër, për të keni kujtes për mesë. Sot zati Allahu Gjelle Gjelalu jam garantar në Kurani Kerim, famen shaha fel jomin, kush dojë të besoje, wamen shaha fel jakfur, kush dojë të doja i gare, s'prish punë këtë milionin, du një gjënë. Në esër keni kujtes. O t'i kanë darë. Kishe kujtes o i pi, se në esër nuk shpëtojnë publika që kanë të ngusot. Nuk shpëtojnë në esër ato shka kanë ngusot kanë jatë ngusot. Nuk shpëtojnë sot në esër ato shka kanë vërë morate dhe ato shka kanë të kurru edhe ato shka kanë malnu edhe Gabir Majdrash ala pa i thoi fjallë, të për fjallë pa kur një matë në konit unë e adhëroj filan këngëtarit. Mirë, Allah e shka për i bani? Me adhëroj. E këngëtarit? Me adhëroj. Më shka bani bojë ju atarën? Ju shka? Fjallë e adhërim shka? Fjallë e adhërim o mira njëri sende. Adhërim veç zotit i ma. Ani, njëri do të ne respektoj, e konsideroj, do të e vlerëzoj, e simpatizoj, që të fjallë, anjo e vlasni, anjo e kotra, që do fjallë anjo ma. Fjallën e adhëroj? Kjo është shumë fjallë e dëbët. Kjo njëri unë e
s'di me herë. Në stik farë me dhërë për një kishë do të bedu me qumë në shkru, e në shkritin e kam su. E në stisin ka shku e kam su. Michael Jacksonin e kam su. Michael Jacksonin, a i Jacksona, unë e kam argument se Jacksona. Pa jam Londër me herë dhe majti një koncert, këtë bote e ti. Jam Londër e majti një koncert, me një stadion ku i në 4.000 vetë, 450.000 njërës, ato 4.500 vetë, ti që më kurdurin. 4.500 insan u shkelin edhe ratën të vdekur ati. Kja sa që në të mosa. I e ka bën $500 milion me i gnu 3 konka ka 5 minuta, s'ka ka njës. Shumë i po. Shumë pure bërë. Ka anë s'ka bën me majtë koncert, kur e ka pa, e ka shti muzejnë Top Kapisaraj me pa, ka një e ka pa muzejnë Top Kapisaraj, kur e ka pa ka një në Sultan Hamidin, i ka qitë goja lërë, dhe po do më hullë që ati. Ja, po do më hullë që ati. Dhe qatë ka një në Sultan Hamidin, ku ka nejtë Sultan Hamidin. Shka një të jam një mund, po që ku ka vdek në mund këto. Ka na fjallë, a i Michael Jacksoni, ka na fjallë për në morë dhe ka na shumë. Dhe po do më hullë që ka më dorë të dorë që në mërë, s'ka ke për ajo, të më shekja. Ku me grukoj, ka shko koj ka një ku gërë. Një, si më s'kojnë që ato s'ko qëtë se bojka, por pra më se bojka, hajtë shko vëlla bojka. Shireti një herë që më, të mundën nga rejkin e Sultan Hamidit, në përmet ka rejka sa tije dhe një ka qone të rritët bëhet ma i më, shkojnë Amerika jetë kalzoje se une edhe në ka rejkë Sultanin jam mund. E qëse një hosh ka rejkë Sultanin. Së në hosh ka rejkë Sultanin, halë ja, e ti më tim se ka rejkë Sultan Hamidit. E bijat e tonë, edhe këngët e tonë prejnë edhe, për kejt vazhdo në nga mja mitit, edhe për ato, për kejt njajta, edhe në jatë me përshles, ju, keni kujdezo gjendja i mosha, keni kujdezo i kosa me reja, o i qika, po i kruset reja, që po këmdonit keni kujdes, se kjo me juve, kanë pa në shipa, pa në ship, nësër ka me do, a sodani, vazhdojnë, sot adoroni, shkatë në univani, nësër fjale Allahu të lëgjëran u shikë. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Dikën e kiametit, muslimanë në gjennet, ato shka kanë thonë janë rezervu prej muzikës sa i dunjohet, ato shka janë rezervu prej altonit sa i dunjohet, e kam për përburat fjallën për altonit, edhe e mundafshin, e kam përburat fjallën, ka një kunatës altonit, i ka një krishën mundafshin prej burave këti umetik, edhe i ka një shremullitëve kësaj bote, gjennet nesër, përshëndetje Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu i përshëndet. Hej, gjemot, do kur e abdrohet, po dojnë, kune, këto të gjohë, kune, me rrugohen, këpër gumi, shti, imanë, a i qëtë e të dhune, kur jam kora gjë, me vante në mbrukin, ma i vante në mbrukin ka në njëri më, shumë, edhe motra kume, ata ka në interesant, që të dhëtë filan seancë në Zhenev, në palatën e Kombëve të Bashkume, kam nejture me Joseph Diogatin, bile ma ka dhonë karticën e vizitës të njëherë për të shkojnë në Amerikë me vizitu. E u bojë madhët e, unë e kam nejt me vekilin e Hosni Mubarekin, me vekilin e parë, kuna madhët e, bile nga përshëndet. Në gjennet, Allahu Gjelle Gjelalu thot, salamun qawlan min Rabbir Rahim, Rabbët e ne, unë i përshëndet gjennet. Unë i dhëmë ati me selam, përshëndetjet ne me atë pranojnë. Suratul Ahzab, tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Përshëndetja e gjennetlive, inshallah me idhën e Zotit na jemi ato, kur në gjennet përshëndetja ative, kur të takojnë Allahu Gjelle Gjelalu, assalamu alaikum, paqja Allahu qofë mbi ju o robë të mi, Allah Gjelle Gjelalu në e ka mundën me meritu dhe gjithë muslimarën në njohë, ato shka për të folën pak në shkurt, formën e shumë shkurtuar kështu, këtë kujdesin të mbrojnë me të vetën, se publika e sotit nesër asha mikë. Plot miqë sotit njeri kanë mi u bojnë miqë, ato quna të koncertit, ato adhurus të këngëtarëve, edhe të këngëtarëve, nesër vetë këngëtarët edhe këngëtarës kanë mi u bojnë miqë të mëlaj, ato kanë mi thonë, ti oj filone që na kemë dojtë neve gjithë në televizor, ti ke fare, prej ti e kërkojnë neve, sot me ne i dhona më të mira që ke po, si të kishtë të një të mirë, e me i bërë qia betona, me uniru prej një azabi, se tina ke ma gjithë notën, ajo e shkreta derën e vetë, s'ka në mujtë me gjithë,
thot mua pa të paguajt, mua pashtroj qirët, mua më thëjshin se me zonit të nëska, mua më thëjshin ti për në arktor, mua më thëjshin da partijes në zagjumit, ka më obligash në kësaj, ditën e kiametit njerëzit nuk i kanë shok, atë shë i kanë pas shok në gjokë këto, po kejtë ditën e kiametit kjo miqësi, në rrugë jetë marë, ka po u shëndru në miqësi. Ikni pra fesadin, ikni pra punëve shka Allahu Gjelle Gjelle me ka porosit me gratë njerëzit sotit një japim fort. Lillahi ta'ala al-Fatiha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.